taksi me këto. Edhe malin azuri, edhe gulli venda të shkopet. Ja të kishtë me të. Veç të pja këtu me, jo më bilju. Shkoj sheje të të, andi shko me nga qeko. Se mes kishte. Eshte që është, së të ka zënë syrit, të i kive të 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 të. Në të qyshtë të 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 lagja që ashtu njërë dhe poshtë, në të të. Këtë pula, me gjithë kumat se ka marrë. Të të mund të jetë, të tërë pasë njërë. Jashtë e nënda. E njërë në përmet, mene... më birë që të veqë. Dhe djali. Kam një djanë Gjermania, në ora 8:30, unë po rrinja këtu në kjera. Një të uhosë lumi brenda u, sa shkush ma hodhi këtë lumë. E po të sa po lakshu, një të hapur dritarja, po fut pisha me gjithë rrenë. Po thash me gjeti, mora telefon, lajmërova qupën. Në dorë që stoj djalit së Tiranë, unë lytëm, thash këta, unë lytëm. Me këto fjallë sa ma fosën të jo një ka se erdi këtu. Televizor ishte këtu, tëra këto, bushën, që ku ka ardhë. Edhe shkova atje sa do dhe ati unë erdi, pasaj ishë. Policia erdi, zjarë fiksa, erdi në ta. Rri aty unë në një këtu të rrita, shë sa dhënë të marrë, jo nuk vino. Unë nuk doja të vinja, ta shë t'i kina shtëpia, kur ata, me këta dhe ta shë kam atë qupën e dhe. Me të shokin, kemi marrë të estrehorin që ishën ato shatra në dhe. E bajnë këtu. Merë këta i thash, jo, thane, ishte një politë të këtë, ishte natë, zëtë të veshme. Me mojë të lipet që këtu në ndojë të një qipë, e shkonë për të koshtë, atë dolën dhe poshë. Kështua bërë, pasaj në shkonë në kondi, atje s'kishtë asë ngërë asë gjetë, tërë në atë në natës, në sohë një prizë dhe vjetë ishë një bëjdim, atje unë salë dhe 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 pasaj një njës, shtë shikoj një këtë vinë të më dyqë. Aqë në gjeti, ishte dhe më birë. Ja shikohë. Tani ti kuri? Unë tani ka ajdu të qupa, po qupa vjen në këtë janë. është në kërshi vjen me gjithë burë, se i doli burë i tesione, vjen në ju. Në lumë të ndeti, në potën atje në konvite, e nuk u me ndonë kaqa tjetë. Këta, pleqë. 3 pleqë, se dhe qupa si shtë sakë. Këta 3 pleqë. Kutë, si kur ti shumë, a janë asë janë ti shumë njës. Situata lartë ishte se u kam vajtur deri mu në vend. Atje është mbi 20 metra thellë që ka plasur si pun vulkani, edhe atje në qofë se nuk mori masa shteti, ikën gjysmë metër për metër. Por rrezik është shumë. Dhe mu të vi këtë janë shtëpi, nuk dihet. Do vija. Se ne mu të bire pishat, nuk dihet. Ndjesë ndohë nga njëre rezikon dhe shtëpit e tjera rezikojnë. Bëndi shfarë la. Më e të kam parë bëndi në shfarë ka u shpisë tonë, andaj. Tjera rezikon shumë. Rezultati i rreshjeve të ndodhura në datën 6 dhe 7 janar, në lagjen Sede, në Bashkinë Përmet, është paraqitur një situatë ku ka patur një rrëshqitje të një masivi inertesh, gjë e cila ka sjellur një problematik për lagjen Sede. Pas konstatimeve që është bërë dhe verifikimeve që është bërë në ana e bashkisë, është kontaktuar, është marrë komunikim me shërbimin gjeologjik shqiptar për të bërë një vlerësim sa më të saktë të situatës. Bashkia Përmet është në pritje të këtij
studimi që mund të kryhet nga shërbimi gjeologjik për të vijuar më pas me zgjidhjen e kësaj problematike që ka ndodhur në këtë lagje. Ditën që ka ndodhur ngjarja janë evakuar 4 familje, të cilat janë sistemuar që të gjitha për ditën që ka ndodhur dhe më pas kanë shkuar tek të afërmit e tyre apo në banesa të tjera pasi ka patur familje që jetonin me qera. Për këtë pritet një vlerësim më i saktë nga ana e shërbimit gjeologjik, duke qenë se bashkia nuk i ka burimet njerëzore për të bërë një vlerësim sa më të saktë të situatës, është kërkuar suporti nga ana e shërbimit gjeologjik për të bërë një vlerësim